Lezi Avion me parashkimin e yjeve për këtë javë me Jorgo Pullon. Mirë se erdhe, Jorgo. Një përshkrim fillimisht të kësaj jave dhe më pas do të ndalemi te specifikat e secilës shenjë. Po, kemi një ndikim planetar që kemi pikërisht Marsin në Virgjëresh, ku përshpejton disa gjëra, si në çështjet e ligjit, në çështjet ekonomike, por gjithashtu intensifikon dhe në çështjet praktike, ndërsa katërkëndshi Jupiter Neptun do të thotë është paksa konfuzion dhe iluzion. Kjo do të thotë që dielli në Gafore me datën 21 qershor sjell ndjeshmëri emocionale dhe rëndësinë e marrëdhënieve personale. Duhet pasur kujdes jo gjithçka që shkëlqen është flori. Pra duhet parë me kujdes çdo gjë që ne venisim. Por gjithsesi është një javë që mbyll çështjet e së shkuarës. Është ndikimi më i mirë i mundshëm. Po. Fillojmë me njëherë me Dashin, se si do të pozicionohet Dashi këtë javë. Dashi në parashimet profesionale do thotë sepse meqense Marsi, guvernatori i Dashit, që kalon në Virgjëresh në shtëpinë e 6 të tija, kjo do thotë mundësi dhe rëndësi të veçanta. Është një javë ideale për të marrë vendime, çështjet të mbetura pezu më përpara dhe vjen një moment tani për të rregulluar, stabilizuar çështjet e punës dhe të karrierës. Por një kujdes të veçantë në çështjet e kontratave, që do të thotë pak vëmendje, duket shumë mirë për që në vërtet. Sepse ajo që themi nga hera që hajde tek unë që do të jap 10 lekë, se ti merr 8, por s'merr jo 8, nuk i merr, por nuk merr as 5. Prandaj duhet pasur kujdes në kontrata dhe në gjërat e imta. Në çështjet emocionale duket se të shenjës së Dashit ka një mundësi të artë në lidhje me problematikat që kanë pasur më përpara dhe vjen një moment tani për të rregulluar, për të hequr mjegullin që kishte më përpara dhe nuk ishte të sigurt për lidhjen e tyre. Të palidhurit kanë indikim shumë të mirë tani mbas ditës së mërkurë të njëjtet premte, janë ditë shumë të mira përsa përket shenjës së Dashit për të bërë një lidhje, lidhje për stabilizimin e të ardhmes. Demi? Përsa përket shenjës së Demit, meqense Demi duket që Marsi në Virgjëresh jep energji produktive në fushën e karrierës, në fushën e punës. Imagjinoni tani shenjë zjarri, guvernatori që është Marsi, ndikohet shumë në shenjë toke dhe Demi dhe tek Virgjëresha, por u jep një mundësi dhe është komunikimi i duhur përsa përket çështjeve që lidhen me punën, çështjeve që lidhen me udhëtimet që kanë bënë dhe është një mundësi shumë e artë përsa përket shenjës së Demit. Në lidhje me çështjet shpirtërore të palidhurit ose kanë një njohje dhe nuk janë të sigurt çfarë do të bëjnë, unë do të thosha që po është momenti më i mirë i mundshëm tani për të rregulluar, stabilizuar dhe gjëra të mëdha që do të kenë. Ajo që do të kenë pak vëmendje rreth datës pothuajse 19, ku për ata që nuk janë të lidhur ose kanë një diçka, duhet të jenë të sigurt për atë që do të bëjnë, atë të hap që do të marrin, sepse mund të keq kuptohen pastaj nga persona të ndryshëm që mund të flasin me dije pa dije, prandaj mos do të dëgjojnë çfarë flitet pas krave, po të shikojnë njeriu që kanë përballë. Po. Shenja e tretë, binjakët. Binjakët. Për binjakët, në fakt binjakët duket se këtu qëndron një sfidë e madhe. Katërkëndshi që është Jupiteri me Neptunin e krijon pritshmëri të mëdha në fushën e biznesit. Do të kenë shumë kujdes sepse binjakët janë shenjë ajri dhe marrin zjarr shpejt. Çfarë ndodh në rastin konkret përsa përket binjakëve? Duket se mirë është të mos ju besoj njerëzit që janë të paqartë në çka do të bëjnë. Sepse është ndryshe të themi 100 gjëra edhe nuk ka siguri në asnjë. Sepse ndryshe thonë, ndryshe kuptojnë. Momenti dhe mundësia që kanë të bëjnë shenjës së binjakëve, duket se tani për tani është një mundësi shumë e mirë në lidhje me ndryshimet dhe lidhje me ato që ka doni të realizoni dhe të kuptoni për juve të shenjës së binjakëve. Por një rast shumë i mirë që mund të jetë tani në këtë periudhë, ku ka të bëjnë me komunikimin, ka të bëjnë me diçka shumë të madhe, në lidhje me vendime të rëndësishme, në lidhje me komunikimin dhe jo vetëm. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, juve të shenjës së binjakëve, duket se disa probleme të vjetra mbyllen tani atutje dhe është një kohë shumë e mirë, tepër pozitive mbi çështjet që kanë të bëjnë me ju që keni më tepër se një vit e gjysmë lidhje, duket se tani e shkoni në lidhje të sigurt dhe për të ardhmen tuaj shkoni në altar dhe është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive. Shkojmë tek Gaforet. Për Gaforet duket se Jupiteri në shenjën tuaj duket se tani keni mundësinë, kanë qëllimet që ata kanë të shenjës së Gafores, do që ndodhi gati një vit në shenjën e Gafores dhe është një mundësi shumë e mirë tani ku gjërat do të ndryshojnë. Gaforet kanë vuajtur shumë tani 4 vitet e fundit, por vjen një moment tani që në çështjet ekonomike, në çështjet e kreditimet që kanë të bëjnë, dhe është një mundësi shumë e artë përsa përket zhvillimeve të reja që ata kanë, sidomos dhjetë që parë dhe dhjetë që tretë janë shumë të favorizuar në lidhje ose ata që kanë ascendente në këto shenja, në shenjën e Gafores dhe kanë një mundësi shumë të mirë dhe mundësi të arta në fushën e punës. Edhe pse janë nervoz, sepse gjërat ecin më shpejt se sa duhet, por është një moment shumë pozitiv dhe tepër ideal. Në çështjet shpirtërore
tjetër. Përse përket shenjës fegaforeve, duket se mundësi që kanë, ose një njohje, ose ata që janë në pritje të një njohje dhe kanë një shoqëri, pothuajse të bashkuar me njëri tjetrin, por nuk kanë akoma një lidhje serioze. Vjen një moment tani, këtë javë, se duke pasur parasysh dita e sotme, mbas orës 16 dhe pas nesër janë 2 ditë shumë të arta nëse duan që të bëjnë një njohje, të kthejnë lidhje serioze dhe mundësi të reja që ata kanë. Vazhdimësia kanë bëjnë shumë sepse duke pasur parasysh hyrja e diellit në këtë shenjë, kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me mundësitë që do t'ju jepen në kohën e duhur për gjëra që do të bëjnë, edhe pse bëhen në shtëpi të re, sepse kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me çështjet e kreditimeve. Luanët. Përsa përket luanëve, duket se luanët në këtë javë do përqendrohen tek financat. Në lidhje me financat, edhe pse do të keni disa hapësira, do doni që të investoni, por këto investime janë pak më spec. Duke pasur parasysh nëse keni një biznes do doni ta zhvilloni pak më tutje ose ta zmadhoni disi, atëherë është një mundësi e mirë, por duke biseduar me njerëz të rëndësishëm të ekonomisë, dhe të shikoni çfarë do bëni, se gjithë i bëjmë punët. Ne shqiptarët e kemi këtë, çdo punë e bëjmë, por nganjëherë nuk e bëjmë. Duhet dikushi që merret me atë gjë që të arrini atë ku dëshironi. Meqense sekreti i gjithçkaje është mendja, është ajo që neve bëjmë për llogaritje dhe të arrijmë atë ku duam. Në fundit, gjithçka shkon mbar, nëse e nisi mbar dhe mundësitë janë të mëdha tani në këtë periudhë. Fusha dhe ndryshimet e mëdha që do të kenë të traditë që të shenjës së luanit në lidhje me takimin dhe punës tuaj, është momenti juaj. Në çështjet shpirtërore, edhe pse kemi të bëjmë me Jupiterin me Neptunin që i turbullon disa gjërat, të çështjet që kanë të bëjnë me ligjin, kanë të bëjnë me problematika të ndryshme që mund të kemi gjatë kësaj jave, duke se zgjidhen. Është një mundësi shumë e mirë, ditën e martë dhe ditën e premte, janë 2 ditë shumë mirë për zgjidhur problemet në mes të dashurve, që është kohë shumë e përshtatshme. Vazhdimësia duket perfekte. Virgjëreshat. Duket se ambicjet, mundësit, çështjet e rëndësishme që kanë të bëjnë pikërisht në këtë javë, është një javë mjaft e mirë në lidhje me çështjet e punës, ata që kanë pasur disa problematikat që nuk i kanë zgjidhur akoma, vjen një moment tani për të zgjidhur këto probleme në çështjet e punës, në lidhje me takimet që bëjnë, dhe jeni shumë të qartë për ata që doni të bëni tani tutje, dhe është një moment shumë i mirë. Sidomos ditët më të mira që kanë të virgjëreshës është dita e sotme, sepse mbas dite mund të keni takim shumë të rëndësishëm në lidhje me punën e tyre, ditën e njëjtë dhe ditën e premte, janë disa ditë shumë të mira, edhe pse kanë shefin e tyre ose atë të nisën për një udhëtim shpirtëror edhe për punën, por kjo do lihet për një moment tjetër, sepse do të kenë disa shkëputje në këtë pikë të lidhje me punën dhe me disa gjëra që do të ndikohen, do të ndodhin pikërisht në këtë javë dhe në vazhdimsi. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë lidhjet afatgjat janë të shkëlqyera dhe një njohje që mund të kenë ata që janë drejt një njohje ose nuk kanë lidhje akoma, vjen një moment tani që çdo gjë mund të shkojë mbar sepse emocionet dhe mundësitë janë të mëdha për të nisur diçka. Kur është koha me përshtatshme për gjëra të tilla, kemi ditën e mërkurë dhe ditën e premte. Shkojmë tek peshorët, përsa përket peshorëve, duket se Marsi në shtëpinë e tyre ka një ndikim shumë të mirë dhe në lidhje me mundësitë e reja që do të kenë, kohën që ta kanë, në momentet që tani për tani mund të kenë pasur shumë probleme në lidhje me punën e tyre, por tani bazohen në çështjet të dokumentacioneve, në të drejtën e tyre dhe peshorët e kanë një gjë të tillë, sepse Marsi në shtëpinë e 12 të peshorës ka një mundësi shumë të artë në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet të mëdha që vijnë tani atutje, dhe është pikërisht kjo kohë dhe koha më e mirë e mundshme e që ndonjëherë në fushën e karrierës së tyre, në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur disa probleme ditore momentale, do ta thosha, duket se disa tashatheme që i marrin për bazë shenjë ajri që është peshorja, derisa ta marrë vesh çfarë ka ndodhur, dëmin e bën, ne themi pa u kuptuar dhe pa studiuar gjërat edhe direkt. Pra ne duhet pasur kujdes çfarë themi dhe si e themi fjalën, mos ta themi të fundit në fillim apo të fillim në fundit, duhet pasur kujdes në këtë aspekt. Ajo që mirë është mos lejojnë të palët e treta të ndërhyjnë në lidhjen e tyre, por është një moment shumë i mirë tani në lidhje me çështjet e punës, lidhje me çështjet e dashurisë, në dashuri gjithashtu. Ditët që kanë të bëjnë shumë e premte shtunë e diel janë pozitive, sidomos pas ditet kanë ndikime shumë të mira. Akrepi. Për akrepët duket se janë bashkëpunues të shkëlqyer në fushën e karrierës së tyre, në fushën e biznesit tuaj, dhe ditë që tre sidomos të lindur afër datës 17-18-19, ku kanë një mundësi shumë të mirë për marrjen e një dokumenti shtetëror, fitimin e një gjyqi, që kanë të bëjnë me pasuritë paluajtshme, kanë të bëjnë me punën, me heqje pa drejt nga puna. Një moment shumë i mirë i artë që është tani në këtë periudhë presin
një lajm shumë të mirë për marrjen e këtyre dokumentacioneve edhe do kenë një gëzim shumë të madh në familjen e tyre. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse koha, momenti, periudha duket se është koha juaj, duke pasur parasysh edhe katërkëndshi Jupiter Neptun, që do të thotë fjala është vërtetësia, ajo çka doni të bëni dhe është mundësia e artë në fushën e dashurisë. Gjithsesi, gjithë java ka të papritura dhe surpriza, pse jo, mund të jetë njëra nga këto që juve të shkoni në altar me njohjen tuaj. Kalojmë tek shigjetarët. Shigjetarët duket se fillon një periudhë dinamike, për sa përket shigjetarëve, sepse me Marsin në Virgjëresh nuk diskutohet që kanë dhe mundësi të arta në fushën e karrierës së tyre, nisin një karrierë të re dhe në fusha të reja që ata kanë në fushën e punës dhe një burim të arrës të dyta është e mundur të ndodhi. Dhe jo vetëm kaq, por suksesi është më së mundur, por një vëmendje të vogël do të keni në data 19, bëni pa kujdes, mos u nxitoni, sepse këtu kemi katërkëndshi Jupiter Neptun, ku mund të sjellë disa keq kuptime, disa çështje partneriteteve, por shmangni, mirë është për të shmangur gjërat të mëdha që nuk janë të sigurt për ata që do të nisin, prandaj do të jenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm. Në çështjet e dashurisë janë pak fajtor për arsye të kohës, të momenteve dhe duhet të ndajmë pak kohën me njerëzit e familjes, njerëzit e zemrës tyre dhe me punën. Kalojmë tek Bricjapit. Bricjapët. Energjia e Marsit duket se qëllimet që kanë profesionale, personale, në fushat e reja, kontaktet kombëtare apo ndërkombëtare që kanë të bëjnë, me punën e tyre, me të drejtën e tyre, duket se kanë një mundësi shumë të artë tani, a do nisin një çështje pune, një bisedim që e kanë lënë për gjysmë në muajin mars, se çka ndodhi në shkurt mars, Bricjapët kanë një mundësi të artë tani, mund të bëjnë ndryshimin e madh. Ndryshimet e mëdha duket gjatë këtij harku kohor që është tani duke filluar nga kjo javë, e në vazhdim kanë mundësinë e punës. Mirë është të shmangin disa keq kuptime në lidhje me punën e tyre, me të drejtën e tyre, sepse disa njerëz mund të flasin sipas mides. Nuk mund të vijmë të gjithë sipas mendes tyre, por do të pasur kujdes çfarë duan të bëjnë dhe ku duan të shkojnë. Kjo është një anë e mirë që mos të ekspozohen në gjëra që duhet bëjnë, të jenë më mirë mistik dhe të arrinë atë ku duan. Është momenti më i mirë i mundshëm në fushën e karrierës së tyre. Në lidhje me çështjet shpirtërore, edhe pse me shumë keq kuptime që kanë pasur se disa gjëra që nuk kanë nisur aty ku duhet, duket se kjo javë është javë e rregullimit dhe rregullatori numër 1 për vazhdimsinë e të ardhmës së tyre. Lem të ujori? Ujorët duket se qartësia në çështjet e financave, në lidhje me punën, një punë e re, Marsi ju bën më luftarak në atë çka doni të bëni. Mbyllni çështjet e së shkuarës në anën e financave. Është një moment shumë pozitiv. Premtime, garanci, dhe jo vetëm, keni kohën më të mirë, sidomos kjo javë është java shumë pozitive. Madje keni të gjitha gjërat në vijë dhe është momenti dhe mundësia më artë që ka të bëjë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, kjo duket se ka të bëjë në lidhje me pak kokëforci dhe apo çështjet që keni pasur disa probleme të vogla më përpara, megjithse është momenti tani më i mirë i mundshëm për të stabilizuar jetën tuaj, edhe pse do keni një ndryshim nga një qytet në qytet tjetër, por kjo është në favorin tuaj dhe nuk ka problem për të shqetësuar. Gjithsesi, në fundit ju jeni vetë që do të doni që nga ana ekonomike financiare dhe të familjes ose të një njohje të re, e keni mundësinë për ta stabilizuar dhe për të arritur atë ku dëshironi. Dhe shenja e fundit Peshqit, duket se partneritetet janë në qendër të vëmendjes, për sa përket peshqeve, intuitiv, mundësi, një ndikim shumë i madh që ka të bëjë në fushën e karrierës me Marsin në Virgjëresh, do të thotë që interesat e tyre të shenjës së peshqeve, një punë e dytë, një burim të arrës së dytë, është më së mundur të ndodhi pikërisht nga dita e sotme deri ditën e mërkurë para dite, është një harë kohor kaq i mirë, kaq pozitiv, dhe nëse do më thoshte kush do ishte më idealja, më perfektja, po, peshqit janë, dhe është një moment shumë i artë që ata kanë. Momentin e punës, lidhje me çështjet problematike kanë pasur javën e kaluar, gëzën ka me njerëzit e tyre, duke se do të zgjidhet, sepse e drejta triumfon, e drejta zhytet por nuk mbytet. Është momenti më i mirë tani, është koha më e mirë tani për zgjidhur problemet e tyre. Edhe pse në fushën e talenteve që ata kanë dhe investime, meqense diellin e gafore, në datën 21, duket se është drita jeshile për ta, për të shfaqur në punë të reja, për të bërë një takim shumë të rëndësishëm, një kontratë e rëndësishme që mund të jetë afatgjatë, sepse kjo javë këto jep këto mundësira dhe është një kohë shumë e artë për sa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve. Në çështjet shpirtërore, edhe pse Marsi vën në forcën e vet, mundësinë e vet, angazhime të reja në fushën e dashurisë, në lidhje me çështjet, edhe pse do të kemë për shembull kanë prej një datë fejese, mund të shtyhet, por është për të mirë, nuk është për të keq. Edhe çështjet që do vinë të palidhurit kanë një ndikim shumë të mirë pozitiv në lidhje me çështjet e tyre, sepse lidhjet që bëhen tani nga java e kaluar dhe vazhdimësia duke se shkojnë në martesë. Faleminderit, Jorgo Turoj, javë të mbar. Kjo ishte panorama astrologjike për 12 shenjat
do ta keni dhe në kanalin ton në YouTube për të rikthyer përshkrimit që i bëri Jorgo, ndërkohë vijojmë pas publicitetit me rubrikën ton Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merja. Ju pres.